konsideroj që programi ka më shumë karakter orientues dhe normalisht pas marrjes së qeverisjes ne do të vazhdojmë në komunikimin me qytetarë dhe edhe ato probleme të cilat për një arsye ose tjetër nuk kanë mund të jenë shprehimisht në program ti trajtojmë. Por mos harrojmë se për të plotësuar përgjigjen ndaj pyetjes që dhaç, përkundër një aktiviteti të dendur publik, ka pasur një shtrihje, mendoj, jashtëzakonisht të gjerë të aktivitetit jo publik, duke takuar qytetarë e bizneset të cilat për një arsye ose tjetër nuk kanë dashur të ekspozohen politikisht. Unë mendoj që dhe vlerësoj jo politikisht, por një mend po e them nga ajo që kam ndinë nga përvoja, ka një atmosferë të trysnisë, ka një atmosferë të presionit, ku qytetarët dhe bizneset nuk ndihen komod, pra ndihen në siklet për të ekspozuar politikisht. Unë mendoj që kjo frymë nuk përkon as me nivelin e qytetarisë e as me nivelin e demokracisë që ne po e synojmë. Dhe lejoni që për të su këtë pikë të si nësa po përmenda, unë jam mundu me qenë jashtëzakonisht korrekt në paraqitjet e mia elektorale dhe në debatet që kam pasur me zotin Xhini. Gjithsesi, ai standard për cilin ju po komplimentoni, mendoj që është në masë të madhe i diktuar nga qasja ime, sado që kjo është çështje e vallëzimit tanë. Duhet të pasë edhe tjetër të njëjtit nivel dhe është tek dytë zorët zemër, është tek dytë. Po vetëm duhet ta plotësoj këto. Ka qenë ndoshta në fillim, por siç keni mund ta pa ka mesi i fushatës, sidomos pas ballotazhit, është lëshuar në disa kualifikime të cilat unë nuk mendoj se i bëjnë der as Gjakovës as kulturës sonë demokratike, duke përdorur terme si mos rrej, shtjellan, profesor pa lidhje, derisa edhe dje në tubimin për mbyllës ka degraduar jashtëzakonisht shumë diskursi, duke i kualifikuar lëvizjen vetëvendosje me termin dangall. Unë mendoj që përdorimet e kualifikimeve të tilla janë ofendim për qytetarët. Që është e vërtetë, më thonë të drejtën, nuk më ofendojnë ato për shkak se janë ofendime tepër të ulta për të mbrit deri tek pamodesti, lartësia ime morale dhe intelektuale. Problemi dhe hodhën e tom te kultura qytetare dhe tek qytetarët e Gjakovës që nuk e meritojnë një trajtim të tillë. Gola, e kam edhe një ndërhyrje këtu nga studia politikos. Po. Tash nuk jam fort i sigurt është reflektimi i karakterit të zotit Xhini, apo është çështje e pasigurisë se ai po e ndihen, unë nuk e di, po e di një gjë, që nga pretendimi për fituar pa ballotazh në Gjakovë, të përfundosh në një gjendje kur bën koalicione me të gjitha partitë, mendoj që është një falë sinjali i frikës, më shumë se sa që është reflektimi i karakterit të tij për këtë retorikë ofenduese. Gjithsesi unë i bëj ftesë që të mos përdor gjuhë të tillë për shkak se është e papranueshme për qytetin e Gjakovës. Urdhëron Rama, Fidan Rama. Mirëmbrëma zoti Gola. Mirëmbrëma zoti Rama. Fillimisht ndaj dhun respektin e kolegëve për përgatitjen profesionale intelektuale që e ki si person si njeri, se këto e din në përgjithësi, por aja që kanë dëgjova në këto 10 minuta të diskutimit tënd, më shumë i ngjan një analizet, një analisti politik që ndoshta në politiko kishte shërbyer shumë mirë, sepse nuk dëgjova për asnjë moment se cilë është arsyeja pse qytetarët e Gjakovës duhen me votu juve. E dyta, jemi pak orë para nisjes së votimeve atje dhe ju po mirëni me ofendimin e kundërkandidatit dhe prap s'po jep një arsye se pse banorët e Gjakovës duhet ju zgjedhin domethënë juve. Arsye që po e përmeni këto, mos e merr në rrafshin personal, po kështu mu duk nga ky ekspozim yt që e bën sonte, sepse bën një analizë fantastike të ideve të nivelit komunal dhe zhvillimeve në komuna që çdo ndodhin, por asesi s'mu duket si kandidat për një komunë të rëndësishme siç është domethënë Gjakova. Dhe unë këtu kam vret jo vetëm për ty, kam për secilin që mundohet me përgjegjësu situatën politike lokale në vend. Kjo mbas është pasojë të qenë në vetëvendosje, se kështu i shihni, por për mua fokusi duhet të jetë atje ku garan. Pra në Gjakovë, dhe sonte kam prit që të paktën më dhon 3 ose 4 arsye se pse zoti Gola duhet të jetë kryetari i Gjakovës. Nëse nuk e dha deri tash, nëse ke mundësi, isha dëgjuar me shumë kënaqësi, se besoj që ka ende dhe shumë prej tyre në komunën e Gjakovës që ndoshta janë të pavendosur, ndoshta para njekin këto momente dhe dojnë me ndëgju nga ti këtë pjesë
të propozimeve që kesi